të gjithë pa preshtim duhet ta lexoni atë libër. Ditarin e Hortense von Zembaur, gruaja e konsullit austriak në Shkodër, e cila tregon me detaje të hollësishme për luftën e këtij qyteti dhe të muslimanëve të këtij qyteti në veçanti, për mbrojtjen e Shkodrës nga rrethimi barbar i periudhës 10 tetor 1912, 22 prill 1913, kur Shkodra ishte rrethuar dhe kishte një përpjekje sistematike për ta shkëputur kryeqendrën e Veriut nga trungu i kësaj harte të cunguar që e gëzojmë sot. Dhe nëse Shkodra është kryeqendra e Veriut të kësaj Shqipërie, kjo është mirësia e Allahut Azza wa Jall në duart e komandantit legjendar dhe burrit të madh dhe komandantit të pashoq Osman, Hasan Riza Pasha, të cilin duhet ta nderojmë dhe ta respektojmë, dhe nëse do të kishte dikush një shtatore, do të duhej që shtatorja ma e spikatun në zemër të Shkodrës të ishte ajo e komandantit ton, komandantit të Shkodrës dhe valiut të saj. Jam rikthyer disa herë shënimeve të zonjës von Zembaur. Ka disa shënime të çuditshme, të frikshme. Fjala bie në shënimet e datës 31 janar 1913, duke ju referuar ngjarjes së një nate më përpara. Shkruan: një natë tragjike. Hasan Rizaja, komandanti i fortesës dhe vali i Shkodrës, është vrarë. Rrugës duke u kthyer në shtëpi pasi doli nga Esat Pasha, dhe duke dalë nga shtëpia e Esat Pashës, komandanti i madh vritet pavësisht. Siç zakonisht ndodh në analet e historisë me figurat e shuara të rimkamjes e mbrojtjes së vlerave, Hasan Rizaja u shëm për tokë aty ku ishte në rrugë, edhe sot në mëngjes në orën 2 ndroi jetë. Në orën 10 u varros. Kam lexuar se varri i valiut të madh të Shkodrës, e valiut të papërsëritshëm të Shkodrës, sepse nuk ishte i hutuar dhe ishte vali me kam në tokë, jo vali me korrespondencë. Thuhet se varri i është këtu, në oborrin e kësaj xhamie. Dhe kjo është një mirësi e madhe dhe një bekim për Parrucën, edhe për xhaminë e Parrucës, që në tokën e saj të pushoj ma i madhi i këtij qyteti përgjatë rrjedhave të historisë.